Doja ta pyesja nëse do kishte mundësinë të futeshe brenda në ferm, cila do ishte këshilla që do i jepje Andreas? Se mendoj që ai ka nevojë për një këshill, sidomos nga motra. Normalisht të gjitha Tek çfarë nuk shkon? Të gjitha aty brenda janë të ngarkuar dhe normalisht ndonjëherë ka nevojë për këshillat që familjarët i japin kur i takojnë. Por nuk është se do kisha ndonjë këshill specifike, thjesht do t'i thoja, vazhdo kështu siç je, sepse ai është vetvetja 100%, ai atë që ka thënë që në fillim për duelin që janë shok dhe do ngelen shok, në fund kush shkon në finale ose nëse janë kokë më kokë sfidë gjithse kush lufton për vete. Patjetër. Patjetër se aty të gjithë kanë hyrë vetëm dhe do dalin vetëm. Vazhdo kështu siç je, sepse ne që e njohim nga jashtë dhe e dim se zemrën e tij të bardhë, se sa i sinqert është, ne që e njohim e dim shumë mirë që ai është vërtet 100% i sinqert dhe Andrea ka një gjë, nëse Andrea si futesh në zemër dhe nëse krijon shoqëri me dikën, nuk e llogaritas veten. Por, siç e kanë thënë gjithmonë që të dy, nëse vjen dita që do jenë në sfidë kokë më kokë gjithë secili, jo vetëm ata dy, por gjithkush do luftonte për veten e tij, edhe nëse në finale do jenë kokë më kokë, fitoft më i miri. Ana, ti cili mendon që është rivali tim më i fortë brenda në ferm? Nuk e di, me thënë të drejtën, sepse mendoj që është akoma shumë shpejt për të krijuar, për të vendosur atë rivalin më të fortë. Unë them që ata gjithë secili, tani ka filluar, mendoj se tani ka filluar loja, edhe gjithë secili kanë marrë ato grupimet e veta. Duhet thënë që kanë mbetur dhe një muaj, paka shumë nga ferma, kështu që nuk mendoj që nuk është herët, domethënë